Plagosja me armë zjarri tek Megatek, policia jep detaje, u qellua një 25 vjeçaria si paraqitet gjendja e tij. Këto të njëjtë një plagosje me armë zjarri ka ndodhur pranë mbikalimit të Rinasit, bën me dije policia. Burimet bëjnë me dije se një person ka mbetur i plagosur në këmbë me armë zjarri pranë Megatek. Policia e Tiranës ka dhënë detaje lidhur me ngjarjen tek mbikalimi i Domjes, ku gjatë një konflikti për motive të dobta ka mbetur i plagosur me armë zjarri një 25 vjeçar. Uniformat blu njoftojnë se i plagosur ka mbetur Fabio Arifa, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu mësohet se është dëmtuar me sende të forta edhe Grisjan Latifa, i rreth 22 vjeç, i cili po merr mjekim në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të kryeqytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve. Informacion para prak. Rreth orës 13:50 tek mbikalimi i Domjes gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se është plagosur me armë zjarri në këmbë shtetësi FA, rreth 25 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, si dhe është dëmtuar. Dyshohet me sende të forta shtetësi GL, rreth 22 vjeç, i cili po merr mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të kryeqytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve. Ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po vijon intensivisht për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.